Ndonë se ishte paralajmëruar se në muajin nëntor do të fillojë në Tetov aplikimi me pagesë i parkimit zonal në zonën A, megjithatë ende nuk ka filluar dhe ky projekt vazhdon të jetë vetëm eksperimental. Tetovarët do të vazhdojnë kësaj që të parkohen në zonën qendrore akoma pa pagesë, por vetëm duke dërguar SMS porësi. Të paktën kështu ka deklaruar drejtori i ndërmarrjes publike parkingu i qytetit Fejsal Behadini. Ai theksoi se duhet që këtë muaj Këshilli i Komunës së Tetovës të jep dritë jeshile për të vendosur edhe arkat fiskale dhe më pas të fillojë me pagesë. Ne si ndërmarrje publike për menaxhim me parkingjet në Tetov, teknikisht jemi gati për fillimin e implementimit të parkimit zonal edhe me pagesë, çka do të thotë se Këshilli drejtues i ndërmarrjes tonë ka sjellë të gjitha aktet e nevojshme për mirë funksionimin e ndërmarrjes dhe të njëjtat akte duhet të kalojnë të merret edhe pëlqim final edhe në Këshillin e Komunës së Tetovës. Do të thotë në Këshillin e Radhës të Komunës së Tetovës, ne si ndërmarrje publike do t'i propozojmë pikat tona të rendit të ditës dhe posa ato të kalojnë dhe të marrin dritë jeshile, atëherë do të fillojë edhe implementimi i parkimit me pagesë në zonën A dhe në zonën B do të fillojë pilotimi i projektit. Do të thonë në zonën A do të jetë me pagesë, ndërsa në zonën B do të fillojë si pilotim. Në ndërkohë qytetarët e Tetovës shprehen se duhet që të vendoset një rend rreth parkimit në Tetov. Po, ndoshta deri diku do ta zgjedh. Po, me ndërtimin e parkingjeve të reja, tash të qytera në kata, po në taksore, ndoshta do të ishte më mirë në të ardhmen. Da vi kažem дека ова е најубава состојба што сега ја направила општинава. Mendoj se është një punë e mirë, patjetër duhet të vendoset rend. Ne si qytet kemi numër enorm të veturave, nuk kemi vende për parkim, por nëse ndërtohen edhe parkimi do të jetë ende më mirë. Duhet njerëzit që të masohen me pagesë, është obligim dhe do të jetë më mirë për të gjithë. Çështja zgjidhet shumë se këto është komplikim i madh me parkingin. Po nuk e di sa do ketë efekt. Se ne dalim në kote marrim makinën, dalim ne kemi problem ndërmjet. Nuk kemi të rregulluar vetë. Nëse zgjidhet parkingi, atëherë ndoshta pak trafiku do të paksohet. Për ne shtesi ka ardhur më merret pa pagesë, më pa pagesë. Nuk ka parking, se ku do që t'ish duhet paguish, se ka marrë, ka qelë një vendat e ka bë parking. Paku një fejet atime, shaj ta të merë 30 dinar, 50 dinar, se dhe lësh në orë. Pa e në me pages me kanë, e kje makinën e sigur dhe lësh në vend, e diku e kje. Kësho e leqë, ata e vajnë policia dhe ta ngrenë. Me këto mesazhet, me këto ne këtë sun regullohen, se unë me kanë i pari, unë s'di si ta bëj. Lipet shkujt nga rendit pres, ku duhet, si duhet mesazh, ku e di ku i shojnë. A më merë është të me pagesë, që të jetë vendi sigur të di që ke parking, e di që ku do shkojsh të kërkush parking. Kësha rrëtlohesh e në s'kje, sunësosësh asë një punër. Apsolutno ne. To je mnogo malo prostora za parkiranje da se reši problema sa parkiranjem na vozilata. Jo, nuk do të zgjidh problemin me parkimin. Me pagesë apo pa pagesë, duhet të ketë një rend në qytet. Seanca e Këshillit kur duhet i jap dritë jeshile me pagesë parkimit zonal duhet që të mbahet ka mesi këtij muaji.